por asoj përket komunikimit, konsideroj që është mirë, edhe duhet me pos komunikim, mes gjithëve, po edhe në komunikimi është kërku. Na dërgo ftesën zyrtarisht në mënyrë me temë, mënyrë që me pos mundësi me diskutu me organe drejtuese. Pse me temë, për ripërsëriti, sepse kem ditë që ka me bo taktika tilla. Pro deri me 5 mars ka fol për president, me 5 mars i ka kandidu Glauk Konjufcen edhe Zonjën Këllçoku, pro të dytë vetë, dhe pas 5 marsit e ka zhvendosur diskutimin për kryetor kuvendit. Çështja e kryetorit kuvendit është kryme në 11 shkurt. Çështja e qeverisë është kryme në 11 shkurt. Këto kanë qenë temat mbyllura. Hopja këtyre temave është treguesi më saktë që ky është ngjallje me bo pazare të pozitave. Nuk jem të interesuar me bo pazare. Jem të interesuar me pos konsensus edhe me bo zgjidhje, nuk e ka posat vullnet, andaj nuk e ka dërgu ftesën, ndërsa sa i përket të demonstratave, protestave. Hera e parë, prej kur është themelu, kur është shpoll, Kosova shtet pavarur dhe sovran. Prom edhe sot se nohet dhe ka tendencë rendi kushtetues me u kthy. Andaj këtu duhet me reagu të gjithë, sigurisht që e kem alarmu dhe kem reagu në kur. Faleminderit shumë. Kur është pyet kur pse soa ka dërguar një letër zyrtare, ka thënë se KDP-ja nuk ka qenë serioze dhe që ka paraqit një emër që takimeve kur ikën e pas. Kështu që komentojnë tonë. Pse se keni paraqit emrin e kandidatit një për president? Çështja e emrave se është tematizuar shumë. Është keq interpretu me qëllim, me tendencë prej eksponentëve dhe prej tij, vazhdimsi. Na kem thonë, eja ullu merrën vesh për formën që prej Partisë Demokratike të Kosovës me u propozu edhe kandidati edhe kundërkandidati. Momentin që shumë pajtu për këtë proces, ne i kishëm prezentu 20 emra dhe bashkarisht e kishëm rikonsensusin për 2 emra, cili me qenë president, cili me qenë kundërkandidat për me e plotësu procesin për me u zgjedh presidenti. Nëse ne kishëm avancu në emra, ditën e parë ishte ndërprej negociatat. Pse ishte ndërprej negociatat ditën e parë? Se në momentin që te kishte një emër në publik, edhe ai kishte thonë, "Jo, kë nuk bën për këtë arsye, për këtë arsye, për këtë arsye." Ty ta kish pa mundsu me diskutu, sepse edhe ti ishe barikadu me mbrojt atë emër. Dhe tjetra, nuk konsideroj që duhet me personalitete, me figurat respektume, me njerëz që kanë kontribuar në këtë vend, me bohajgore e me i qitna me i komentu, jo që i mirë, jo për president, jo ky ka vota ma shumë, jo ky ka vota ma pak, na jena këtu kërku, edhe presidenti duhet me konë personalitet unifikues, personalitet që e bën secilin prej neve, secilin qytetar të Republikës të Kosovës me u ndi përfaqësuar, me u ndi krenor, edhe me u ndi mirë me përfaqësimin edhe me pozicionin e tina. Përmendet në emër prej familjes Asharit që kishit votu pas një kusht ka mbet më pak se 2 orë gjys. Çka nëse sjellët në emër nga familja e Asharit në këto orë të fundit, a keni me inë në sallë do të votojnë? Për familjen e Asharit, kem qenë unanimisht, publikisht, mbështetës pa asnjë rezervë. Konsideroj dhe kam konsideru, kemi konsideru, që do të ishte ner për presidentin që të ishte dikush nga familja e Asharit. Po, menoj që familja e Asharit nuk është temë që duhet me tentu, me përdor se rrethona shmo. Unë po du me ju falendëru shumë, edhe për punën, edhe për respektin, për gëzime e respekt maksimal. Faleminderit shumë, notën e